Gjendem në Firenze, në zemër të Firenzes, dhe pikërisht këtu, pranë meje, gjendet Pallati i Vjetër. Ka një histori të çuditshme që unë doja që t'ja u tregoja, sepse padyshim shumë prej jush që gjenden këtu në Firenze e njohin këtë histori. Por unë ja u tregoj sepse me këto nuancat e bukura të mbrëmjes, me këto dritat pas meje dhe me këtë fllad të ëmbël kështu të natës, i rishkëlqyshëm. Kështu që më ndiqni me kujdes dhe kush është rastësisht, nëse nuk e ka bërë ende, lidhuni me këtë faqe që të shihemi sërish dhe faleminderit që jemi prerë bashkë. Tregohet që aty nga vitet 1550, Vasari, që ishte Giorgio Vasari, që ishte një nga arkitektët më të rëndësishëm të atyre kohrave, fsheu diçka misterioze që askush nuk e ka zbuluar ende sot. Ka gjasa që ajo gjë misterioze të fshihet pra në Pallatin e Vjetër. Dhe ka shumë mundësi që aty në Pallatin e Vjetër gjendet një dritare, e quajtur dritaria që nuk është hapur kurrë. Por çfarë është kjo dritare dhe pse nuk hapet? Pikë së pari duhet të dini që ka disa legjenda që njerëzit vazhdojnë ende sot që tu përulen këtyre legjendave. Nëse keni vënë re edhe në vendet e shenjta, apo në disa vende të tjera, qoftë në trojet shqiptare, por edhe këtu në Itali, në barë, botën gjithandej, nëse keni vënë re ku aty ku thuhet që janë vende të shenjta, nuk shkel kush ose nuk prek kush, sepse tregohet që ndodh diçka. E njëjta gjë pra ndodh edhe këtu, me këtë dritaren e pa prekur ose dritaren e pa hapur. Kjo lloj dritareje, sipas gjasave, është krijuar nga pikërisht pra nga ky arkitekti, nga Giorgio Vasari, në vitin 1563, një gjë e tillë. Dhe çfarë bëri ky? Aty tek Pallati i Vjetër ka disa piktura të lashta dhe disa freske që nuk mund t'i prishin dot. Dhe pikërisht ajo bukurie e rrallë sot nuk mund ta prishin dhe ky është fakti një. Por fakti tjetër që është akoma më i çuditshëm është që aty tek muri, pra në murale, është shkruar diçka. E ka shkruar vetë arkitekti, kërko dhe gjej, cerca e trova. Tani askush nuk e di se çfarë do të thotë kjo, duket si një fjalë me kode, sikur dikush duhet ta zbuloj, por çfarë duhet të zbuloj? Dhe pse duhet që ta shkruante aty? Evident, pra ta shkruante mu në mes, sepse në mes ka shkruar cerca trova. Ka disa që pretendojnë që ajo cerca trova që është pastaj ishte përdorur fjala, cerca trova që është përdorur ndër vite, është marrë pikërisht pra nga Giorgio Vasari, nga ky arkitekt pra që ndërtoi pothuajse gjysmën ose asistoi në ndërtimin e gjysmës së Firenzes. Ai vdiq në vitin 1572 dhe e mori me vete këtë mister. Por ç'është e vërteta, ende sot kërkojnë se nëse kjo dritare mund të hapet ose jo, ose çfarë mund të ketë në atë dritare. Ka nga ata që pretendojnë që ajo është një pikturë gjigande e mbuluar në mur. Sepse duhet të dini që aty nga vitet pas vdekjes së Leonardo da Vinci është fshehur një pikturë. Piktura ajo është e bataljes, si thon, të luftës së Angjerës. Dhe lufta që është kjo përleshje që është bërë, është pikturuar nga Leonardo da Vinci në mënyrë të përkryer dhe sipas gjasave thuhet, kjo ka mbetur si legjend tani, thuhet që ajo pikturë ishte kaq e madhe dhe kaq brillante, kaq e bukur sa që të gjithë ishin të magjepsur. Kush e kishte para të pikturë thoshte të gjithë donin që ta blinin. Mirpo Leonardo da Vinci nuk e shiti. Dhe fakti është që askush nuk e di se ku ka humbur ajo pikturë. Në fakt tregohet që ajo pikturë është fshehur pikërisht në atë mur dhe atë çka thotë, pra kërko dhe gjej ai arkitekti Vasari, mundet që tjetë pikërisht pra në murin e Pallatit të Vjetër. Aty pra ku pretendohet që mund të fshihet piktura e gjigande e Leonardo da Vinci. Sipas gjasave, nëse piktura e Leonardo da Vinci do të zbulohej sot ose do të gjendej, një pikturë që thuhet që ishte rreth 6 metra, 6 me 4 i gjeti, nëse disa ka pretendime të tjera, disa thonë që ishte 12, pra 12 metra e gjerë dhe 6-7 metra e lartë. Në fakt, aq është dhe muri i këtij pallati. Por, edhe sikur të ishte, për shembull, 6 me 4.
E dini se sa mund të ishte vlera sot e një pikture të tillë, pra një pikturë origjinale, po flas se Leonardo da Vinci vitin 1500, mund të kalonte 400 ndoshta 500 milion dollar, pra thjesht si material. Pastaj ka një vlerë të papar. Megjithatë, dritarja e pahapur i thonë tek pallati i vjetër, për vetë faktin se aty në pallatin e vjetër, po ta shikosh atë nga vendi ku është shkruajtur fraza me një fjalë kërko dhe gjej, shikon pikërisht nga vendi më strategjik. Pra nëse ti del nga aty, nëse hap një brim dhe shikon të dalësh nga jashtë. Dhe çudia është që është pikërisht eksakt me një qendër nga ana tjetër që është një pjedistal, si quhet këtu. Dhe në këtë pjedistal thuhet që brenda tij, pra gjendet, ju e dini që do t'i them diçka tani sepse nëse dikush ka mendoj që hidhem nga një tek kaq shumë për të folur, por duhet të dini në Firenze dhe në Rom janë dy qytete që ti sa gërmon poshtë, aq sa gërmon aq gjen. Dhe në këtë vend që ju thash, nëse ti shkon dhe kërkon, pra venda poshtë këtij pjedistalit, do të gjesh padyshim diçka që të vjetër. Ndaj dhe nuk duan që të gërmojnë. Tani unë do shkëputen që këtu, se erdhi zonja këtu që të pastroj dhe unë kështu që unë detyrohem që të lëviz, se më duaj si sfond kjo ana tjetër, por doja t'ju thoshja që është vërtet e çuditshme sepse qoftë Firenze, por qoftë edhe Roma, ka mistere që nuk reshtin kurrë së treguari, dhe ka mistere dhe sekrete pa fund. Bile do t'i them të fundit dhe do t'a mbyll këtu. Një shok nga Roma bëri punime tek shtëpia e tij. Për të bërë punime ju e dini që kërkohet shumë kohë. Duhet, për shembull, ata që jetojnë në Itali di shumë kohë. Duhen 6-7 muaj, 8 muaj, kurse në Rom mund të kalojë dhe një vit dhe më tepër. Kërkon dhe sa të japin të drejtën e punimeve, duhet të ketë dhe disa supervizor, disa arkitekt, madje njerëz që vinë dhe nga bashkia për të parë punimet se si do bën punimet. Dhe dini pse? Në Rom, nëse gërmon çdo centimetër që gërmon gjen Romën e vjetër dhe gjen gjëra antike. Në fakt tek shtëpia e tij, një shtëpi që kishte lënë gjyshi i tyre, që janë rreth 11 këta mes nipër, mbesa, fëmijë e tjerë, u gjendën pa shtëpi ditën tjetër, sepse sa po gërmuan gjetën amfora antike dhe skulptura antike dhe punimet ja u bllokuan me njëherë, i bllokuan shtëpinë dhe kaluan vite, po kjo po flas që në vitin 2002-2003 dhe vetëm në vitin 2014, mos gaboj, u dhan pjesën që u takonte, me fjalë sepse morën para. Me fjalë morën para aq sa e vlerësoi shteti, jo sa e vlerësonin ata. Pra shumë më pak se sa do ta shisin ata shtëpinë, u dhan atë vlerë që u than dhe e kaluan në muze, e kaluan si pronë shteti. Pra edhe nëse toka është jotja, shtëpia është jotja, toka është e shtetit. Kështu që qoftë këtu në Firenze, por qoftë edhe në Rom, nëse ti gërmon dhe gjen diçka antike, të bllokojnë punimet me njëherë dhe kështu që qoftë për shtëpi, por qoftë nëpër pallate apo kudo qoftë, është pothuajse e pamundur që ti të gërmosh. Megjithatë, ndoshta është kjo dhe arsyeja që nuk gërmohet për të gjetur se çfarë ka tek pallati i vjetër me këtë thënien kërko dhe gjej. Ju, çfarë mendimi keni? Pres komentet tuaja. Natën e mirë.